Përshëndetje. Jam I detyruar të bëj një sqarim për grupimet jo si ideologji, por grupimet si fizik në një protestë. Besoj e keni vënë re që në protestë ka një grupim që është në vit parë, ka një grupim që është në vit parë I gjysmë, ka një grupim që është në vit dytë, ka një grupim që është në vit tretë, ka një grupim që është në vit katër, flas gjithmonë fizikisht, sidomos te protesta te parlamenti. Ka dhe një grupim tjetër që rri pas peme, që na bëjnë intelektuali, që as nuk lagen, as nuk gjuhen me piper, as nuk gjuhen me vezë. Ju duket edhe kjo një gjë shumë e çuditshme, se e mbajnë veten pjacë lartë. Po rrin gjithë ditën duke bë përçarje. Bile s'kishim një grupim dje që ulte toptani pa hante drejt, ndërkohë që ne hanim piperin edhe ujin me sulfur bakri poshtë. Sepse presin që nëse ka sukses protesta, ta përfaqësojnë. Nëse nuk ka sukses, thonë ja këta ishin ata që dështuan, këta bën. Po ky grupimi më besoni, në këtë frym që ka kjo protestë, asnjëherë më parë në Shqipëri, do jenë ata që do shpërlahen me vezë më vonë. Dhe nuk do përfitojnë asgjë nga kjo protestë, sepse kjo protestë ka ca njerëz aty, ca mira njerëz aty, që janë me shpirt edhe janë më të bashkuar se kur. Edhe nuk ka jo skuth që del televizioneve edhe bën si pronari I protestës e ne për salla ku vëndesh që e përçan. Kështu që mos harroni sot në orën 7, edhe më të fort, edhe më bashk, edhe më shumë çdo ditë aty te vendi, edhe kemi marrë informacion që me 30 korrik do ketë parlament prapë.